Sa kaq të dërguarit e Shteteve të Bashkuara dhe Iranit kanë nisur bisedimet në Islamabad. Ndryshe nga sa ishte raportuar më herët, negociatat nisën pas ditën e së shtunës. Delegacioni amerikan drejtohet nga zëvendës presidenti J.D. Vance, i shoqëruar nga i dërguari i posaçëm Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Nga ana tjetër, delegacioni iranian i kryesuar nga kryetari i parlamentit Mohammad Bagher Ghalibaf mbërriti të premte në mbrëmje. Ai deklaroi se Irani ka vullnetin e mirë, por jo besimin në këtë proces. Të dyja delegacionet u pritën nga ministri i jashtëm i Pakistanit, Ishaq Dar, dhe kreu i forcave të armatosura, i njohur si marshalli i preferuar i Donald Trump, Asim Munir. Pakistani po luan rolin e ndërmjetësit kryesor mes palëve dhe ka ndihmuar më parë në arritjen e një armë pushimi tepër të brisht, por 2 javor. Sipas mediave iraniane, bisedimet pritet të zgjasin një ditë, ndërsa në tryez do të diskutohen çështje të ndjeshme, si hapja e plotë e ngushticës së Hormuzit, programi bërthamor i Iranit, zhvillimi i raketave balistike, sanksione ndërkombëtare dhe çështja e aseteve të ngrira. Ndërkohë, raportimet për lirimin e aseteve iraniane nga Shtetet e Bashkuara janë mohuar deri tani nga Washingtoni. Situata ndërkohë në rajon mbetet tepër e tensionuar, pasi përplasjet mes Izraelit dhe grupeve të armatosura në Liban po vijojnë. Hezbollahu ka ndërmarrë sulme me raketa dhe dron, ndërsa ushtria izraelite ka goditur qindra objektiva në jug të Libanit dhe në Beirut.